Pastrimi me shampo është një metodë bazë pastrimi për tapetet sipas ENERM D 2210. Për të gjetur procesin e duhur të pastrimit për sipërfaqe të ndryshme tekstili në përputhje me ENERM D 2210, do t'ju duhet të identifikoni tapetin, sidomos për të dalluar fibrat e ndryshme. Kjo është një fibër vegetale, kjo është fibër shtazore dhe kjo është fibër sintetike. Duke përdorur testin e zjarrit, mund të identifikohen lehtësisht lloje të ndryshme të fibrave. Fibra vegetale digjet lehtësisht, tymoset dhe mban erë druri apo letre të djegur. Rezultati është hi i bardhë. Fibra shtazore ka një flak natyrale dhe mbrojtje ndaj tymit. Ka erë si brirë apo flokë të djegur dhe mbetjet mund të fërkohen lehtësisht mes gishtave. Fibra sintetike digjet mirë, fibra shkrihet, mban erë tipike plastike apo materiali sintetik dhe pasi fibra është ftohur, mbetjet janë sferike dhe të forta. Shikoni informacionet e detajuara në manualin ton Rengjyngun teknik për të gjetur metodat e duhura të pastrimit që të shmangni dëmtimin e tapeteve gjatë pastrimit. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabelë rrezik rrëshqitjeje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni çfarëdo aktiviteti pastrimi, sipërfaqet ku do të punohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëparshme dhe dëmi i mundshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet te klienti, blerësi apo bikqyrësi. Për pastrimin me shampo ju duhet një shampo tapetesh, për heqjen e çamçakësve një sprej i ftohtë dhe për njollat e tretshme në ujë dhe jo të tretshme në ujë. Agenti i përshtatshëm shpërbërës. Pajisjet e makineri që vijojnë nevojitem një kruajtës dyshemesh me fuqë shampoje, një fshes korrenti ose fshes korrenti vertikale, një fshes korrenti e lagur, një lugë për heqjen e çamçakësve dhe leckë të bardha që thithin ose fuqë pastruese. Për heqjen e çamçakësve, çamçakësi duhet ftohur me shok me një sprej të ftohtë. Më pas, duke përdorur anën e harkuar të një luge, kruani çamçakësin nga fibra. Më pas, tapeti duhet të pastrohet thellësisht me fshes, me korrent ose të fshihet me vakum. Për heqjen e njollave përdorni agentin e përshtatshëm shpërbërës. Me leckën e bardhë që thith, thiqni njollen me lëvizje rrethore nga jashtë brenda. Aplikoni sasinë e përshtatshme të shampos në tapet me fuqën e butë. Për të shmangur shtimin e shkumës dhe dëmin ndaj motorit të fshesës dhe shtupës me korrent, hidhni kundër shkumues në një sfungjer dhe hinë edhe një në tank. Pas shkumimit me kruajtës dyshemesh, tapeti duhet të pastrohet thellësisht me fshes korrenti duke përdorur fshesën e korrentit të lagur. Tapeti duhet të lejohet të thahet tërësisht në mënyrë që shampoja mbetur në tapet të kristalizohet. Sapo tapeti të jetë tharë, duhet të pastrohet thellësisht me fshes me korrent përsëri.